Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve. Ç'na thot energjia e përgjithshme për tarot? Për lexime personale, më kontaktoni në Tea Tarot 2025 Instagram. Dhe fillojmë të shikojmë energjinë e përgjithshme për shëndetin, për bollokun, për dashurinë. Ç'na thon letra tarot për ditën e sotme? Jeni pak të dyzuar. Keni një lidhje jo fort të mirë. Dhe dyzimi është pjesa e bollokut. Lidhja është me probleme tek pjesa e financave dhe tek pjesa e marrëdhënieve që keni me njëri tjetrin. Këto person në jetën e tij ka probleme, ka kupa të mbushura me gjëra të mira, me lule, shumë gjyshe, me njerëz pozitiv, por ka dhe kupa të mbushura me njerëz jo fort të mirë, si zhafishër, si nepërka, si njerëz me shumë fytyra që kanë mas, kanë fytyrë. Por kjo është jeta dhe duhet ta përballojmë me të mirat dhe të këqijat e saj. Kemi letrën e hënës. Letra e hënës është një letër që na tregon për kullat tuaja, të cilat mbrohen me dritën e hënës. Hëna e plot i mbron këto kulla fort nga njerëz ziliqar, nga njerëz të cilët kanë shumë zili, kanë smir për këto kulla, për këto suksese që keni ju në punën tuaj. Por kjo dritë e hënës, këta njerëz i verbon dhe i lë atje ku ata meritojnë të jenë. Kemi karocën. Kjo tregon që ju jeni një person shumë i kompletuar në çdo aspekt të jetës. Si në familje, në marrëdhënie që keni me shoqërinë, në punë, ju keni në çakrën e kokës dhe në të krahërorit dritën e universit që ju ndriçon rrugën ku ju hisni hapin. Do të bëni një udhëtim. Ky udhëtim do të jetë udhëtim lumturie. Udhëtim për diçka të mirë. Shumë shpejt do ta merrni këtë udhëtim. Dyshi i shpatave. Dyshi i shpatave tregon që ju jeni një person pak i dyzuar në vendimet që doni të merrni, por ju duhet i flisni intuitës tuaj, fëmijës tuaj të brendshëm. Atje duhet ta merrni përgjigjen, duke hequr fashën që keni te syt. Dyshi i shkopimve. Dyshi i shkopimve na tregon që ju i keni gjithë botën, por mbani një vuajtje shpirtërore për dikë që keni në distancë, për një person të dashur që keni në distancë. Ju jeni në infinit person i fuqishëm. Ju keni një energji të fortë brenda vetes tuaj dhe këtë energji ju e rezatoni përres gjithë njerëzve tuaj. Mbretëresha e kupave. Mbretëresha e kupave tregon që ju jeni një person shumë pozitiv. Ju keni një botë shpirtërore shumë të pastër dhe në prërin tuaj gjithmonë keni kupa. Pra keni bollok. Bollok shpirtëror, bollok financiar. Një princ ju sjell një lajm të gëzuar shumë shpejt. Ky princ me këtë monedhë në dorë ju sjell të lajm bolloku, të lajm financash të mirë tek pjesa e financave tuaja në familje apo dhe në punë. Kjo ishte energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme. Faleminderit miqtë e mi.